gjykatën nesër ndaj Ignatias, besoj që po presin shumë vlerësi këtë përballje në gjysmat e pretendentëve. Po, është një nesër shumë e vështirë. Si se kam thonë edhe në interviste tjera, nuk ka nesër të lehta në kampionatin tonë. Por si me Ignatin, si me ekipe tjera, ne gjithmonë shkojmë për një mendim për me fitu. Gjithatë, humbja në dorë nuk ka rënë shihet mirë edhe në opinionin sportiv. Është gati Vllaznia të rikthej entuziazmin? Po normalisht në ka keq për humbjen atje, edhe për faktin se kena luajtur shumë mirë, mos me thonë se kena edhe dominu, por kështu e ka sporti, duhesh veç me shiku përpara dhe të bëjmë më të mirën. Në disa ndeshje Vllaznia nuk shpjegohet, duke pyetur një farë edhe rekorde, por ndeshjet e fundit por i kthye drejt një golave. Tash mund ta mbyllim portën me Qilës, po s'kene që me bëhet. Ne japim gjithmonë maksimumin, golat pësohen, por kështu e ka futbolli. Konsiderohet ndoshta një finale parakoshme te Ignatia Vllaznia në vetë një spektakël. Jeni në impresion të rëndësisë së ndeshjes, pas parasysh se është skuadra kampione e Fuqisë. Po, shumë e rëndësishme si për ne dhe si për Ignatian, por kur luan për një ekip si Vllaznia, gjithmonë ke presion dhe gjithmonë do të japësh maksimumin për çdo lojë. Në kupë ndaj Dinamos ishte një vërtet i shokit. Ignatia me këtë kundërshtar do ka vënë prezantim. Se kena shiku në aspekt, ne jena të kënaqur se kemi arritur gjysmë finalen, por na presin dy ndeshje të forta me Dinamon edhe shpresojmë të arrijmë finalen. Do të jenë 3 ndeshje të radhë me Dinamon, për kampionatin e javës së ardhshme, pastaj kupa. Cila për tyre ka më tepër vëmendje ekipit? Besoj që të dyja, si në kupë edhe si në kampionat, sepse kampionat do të marrim pikë, sa më shumë edhe për kupën do të japim maksimumin për të arritur finalen. Ndaj skuadrave pretendente Vllaznia ka bërë mirë këtë sezon, por ka lënë pikë në skuadrat e vendit të fundit. Do të rikthehet fitoria nesër ndaj Ignatias? Kjo është ambicia jonë për me fitu, po siç e thash, gjitha ndeshjet janë vështira dhe thellë vetë kemi marrë pikë kundër ekipe më të mëdha, kurse kundër këta që janë në fund tabelës kemi humbë, thotë se gjitha ndeshjet janë vështira. Vllaznia ishte plus 5 pikë përpara, tashmë Elbasani dhe Ignatia kanë afruar me 2. Ne ndjeni presionin e tyre? Presionin. Kemi ditë se është kampionat i vështirë, nuk është vështirë të shkutesh me pikë, por siç e thash do të marrin ndeshje për ndeshje dhe të marrin sa më shumë pikë. Dhe Ignatias luhet transfer. Në këtë sezon Vllaznia 13 ndeshje fushë ka vënë 14 pikë. Pra për veç faktorit fushë, çfarë bën një skuadër mesatare? Çfarë ndikon? Nuk ka shumë paki transfer. Po është edhe ambienti, është edhe mund të shikosh edhe ne kemi më shumë pikë në Shkodër sa jashtë, kurse edhe ekipet tjera kanë edhe tifozat, është vend jot apo. Në aspektin personal, do të kënaqur jeni e Vllaznia? Po, shumë i kënaqur, normal që duhet falenderoj edhe presidentin edhe profesor Edi Martini si më kanë besu të unë edhe veç du m'ja shpërly për çdo lojë. Po, me thënë drejtë, unë kam kontratë e Ballkanit, por Vllaznia ka opsionin për me mble, unë jem shumë mirë në Shkodër, jam shkodran, por mas sezonit do flas me menaxherin edhe do shohim si është më mirë për mua. Faleminderit.